Horoskopi për Akrepin qershor 2026. Të gjitha, dashuria, punët, marrëdhëniet, shëndeti, ditë të cilat duhet të ketë kujdes dhe me fat të gjitha në këtë video për ju. Qershori po nis me një forcë të madhe shpirtërore për ty Akrep. Planetët po rreshtohen në një mënyrë të tillë që po të sjellin një dritë të re në rrugën tënde. Dielli dhe Mërkuri tek binjakët po ndezin shtëpinë tënde të tetë, atë të sekreteve, parave dhe ndryshimeve të thella. Ndjeni se si po afrohet një periudhë ku gjërat që ishin të bllokuara do të fillojnë të lëvizin. Në ditët në vijim do të ndjeni një dëshirë të fortë për të rregulluar çështjet e vjetra të parave dhe disa biseda të lëna për gjysmë me njerëzit e afërt. Nuk ka vend për frikë sepse yjet po të japin çelësin për të parë të vërtetën ashtu siç është, e pastër. Ky muaj po vjen si një urë që të kalon nga dyshimet e vjetra tek një siguri e re. Intuita jote e fortë do të jetë udhëheqësi juaj në këtë muaj. Le të shohim tani se si do ta ketë Akrepi dashurinë. Dashuria. Për ju të shenjës së Akrepit, ky muaj, për sa i përket dashurisë dhe marrëdhënieve me njerëzit e zemrës, vjen me disa mësime të mëdha dhe të rëndësishme. Dashuria nuk do t'i pranojë mirë ekstremet emocionale, ndryshimet e shpeshta të humorit, apo ato reagimet e nxituara nga nervat e momentit. Pozicionet e planeteve, sidomos Afrodita, që ndodhet në binjak, po të fton të ulesh dhe flasësh hapur, por gjithmonë shtruar dhe me qetësi, pa u rrëmbyer nga dyshimet e vjetra apo xhelozitë e kota që nganjëherë të thrasojnë shpirtin pa asnjë arsye të fortë. Po afrohen ditë ku maturia dhe durimi do të jenë ilaçi më i mirë për të shuruar çdo keqkuptim që mund të lindë në rrugë e sipër. Nëse jeni në një lidhje, kjo është kohë e duhur për të mbajtur dorën e partnerit fort dhe për të biseduar me zemër në dorë, sy në sy pa patur nevojë për skena të mëdha, për debate të nxehta apo fjalë të larta që ndoshta mund të lëndojnë tjetrin. Çdo gjë që zgjidhet me qetësi do ta forcojë lidhjen tuaj. Për ata që janë vetëm dhe po kërkojnë dikë, yjet tregojnë qartë se po afrohet një njohje e re në horizont, por ajo ka nevojë për kohën e vet që të piqet dhe të bëhet e qëndrueshme. Mos nxitoni t'i vini nota apo t'i jepni fund qysh në takimin e parë. Lërni ndjenjen të rrjedhë, e lirë dhe e qetë, si ujë i pastër burimi, sepse vetëm në këtë mënyrë do të gjeni atë paqen dhe ngrohtësinë e vërtetë që shpirti juaj ka kaq shumë kohë që e kërkon. Puna dhe karriera. Planet tua për të ardhmen po vijnë me një dritë të re dhe tregon se po afrohen ditë të mbushura me lëvizje. Marsi, planeti i forcës dhe aksionit, ju ndes dëshirën për të vënë rregull në çdo punë dhe për të siguruar të ardhurat. Ndjej se si vjen ajo koha ku lodhja e muajve të kaluar do të fillojë të shpërblehet. Nëse ke patur ndonjë bllokim me dokumentet, me një provim apo një përgjigje që e prisni prej kohësh, yjet tregojnë se gjërat po nisin të sqarohen vetë. Në ambientin e punës mund të ndjeheni në një lloj rrethi apo një ngarkese të shtuar, por kjo nuk duhet t'ju tremb. Kjo ngarkesë po ju vjen sepse njerëzit po shikojnë tek ti një njerëz të besueshëm që di t'i nxjerrë gjërat në dritë. Të vjetrit thonin se puna e mirë duket në ditë të vështira, ndaj tregohu i matur dhe mos u nxito të debatosh me kolegët apo me ata që ke mbi kokë. Besoj mendjes tënde të mpret dhe po shkoje këtë muaj me një hap të sigurt, sepse çdo përpjekje që po bën sot po ndërton rrugën tënde të madhe për nesër. Financat. Në fushën e parave dhe të financave, qershori po vjen me një peshë të veçantë dhe po tregon se po afrohet një kohë kur duhet të bësh llogari të sakta. Dielli dhe Mërkuri po ndriçojnë shtëpinë tënde të tetë që lidhet me borxhe të vjetra, paratë e përbashkëta në familje apo ndonjë pasuri që pret të ndahet. Ndjeni se po vjen një moment që të vesh pikat mbi i. Nëse keni ndonjë detyrim të prapambetur
Apo nëse dikush ju ka borxh, ditët në vijim ju sjellin një mundësi të artë për të ulur me njerëzit në tavolinë dhe për të zgjidhur gjërat me qetësi dhe pa sherr. Yjet po të thonë se nuk është koha për të bërë shpenzime të pamenduara apo për të rrezikuar me blerje të mëdha dhe të nxituara. Po afrohet një periudhë kur çdo qindarke kur syhet sot do të jetë një gur i fortë sigurie për muajt që vijnë. Nëse po mendon për një investim në shtëpi apo për të ndihmuar një të afërm, bëje me maturi, por mos e bësh atis xhepin plotësisht. Intuita jote e holl do të tregojë saktë se ku duhet të vendosësh besimin dhe ku duhet ta mbash dorën të mbledhur.